Përshëndes, Pikspari. Përshëndetje. Ashtu si kundër tha edhe Anisa, pritet që të kemi një rritje të numrit të turistëve gjatë këtij sezoni veror. Vlora e çel zyrtarisht sezonin turistik në 8 maj, pra ditën e premte, ku do të ketë disa aktivitete që organizohen në 2 ditë të organizuara nga Bashkia e Vlorës. Janë aktivitete ku do të përfshihen të rinjt, pra të gjitha grupmoshat, fëmijët, do të jenë aktivitete, koncerte, aktivitete sportive, por vlen të theksohet se edhe infrastruktura po bëhet gati për të pritur sa më mirë sezonin turistik javën që vjen. E ka këtu tek kthimi në gjendjen e mëparshme e atyre segmenteve rrugore në cilat është ndërhyrë nga rrjeti i ri i ujësjellësit. Vlen të theksohet se rrjeti i ri i ujësjellësit të Vlorës aktualisht po ecën me ritme dhe çdo të martë realizohen lidhja e ynyjeve të rrjetit të ri me të vjetër. Paralelisht me këtë ka nisur edhe asfaltimi disa segmenteve rrugore. Pritet që të pezullohet punimi në rrugët kryesore sa i përket ujësjellësit për të vazhduar me shtrimin dhe asfaltimin. Ndërsa vlen të theksuar se në kuadër edhe të rritjes së parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik të këtij viti, për herë të parë, pas 31 vitesh, Vlora do të ketë semafor. Në ditët në vijim pritet të instalohen semaforët e parë në kuadër edhe të një projekti pilot i cili pikë së pari do të prek rrugën transballkanike në vendin e kalimit të këmbësorëve, zonën tek rrethi në Skel dhe segmentin drejt Spitalit Rajonal të Vlorës. Vlen të theksohet këtu se Vlora ka qenë qyteti i parë që ka patur semafor në Shqipëri, qysh në vitin 1995, por duke qenë se ato më pas nuk u mirëmbajtën, edhe nga viti mbrapsht 97 u shkatruan për të rikthyer sërish. Gjithashtu, po i kushtohet një rëndësi e veçantë edhe shërbimit të pastrimit në anë të ndërgjegjësimit të qytetarëve me disa aksione të ndërmarra nga institucionet, por këto janë të, mund të themi, jo shumë efikase nëse nuk do të kemi ndërgjegjësim të qytetarëve. Zonat turistike, kryesisht pylli i Sodës, ndotet nga qytetar apo edhe nga biznese. Janë vendosur disa gjoba në këtë drejtim. Pashtu, mendohet që të ketë probleme, Anisa mund ta sqaroj edhe më mirë këtë gjë në lidhje me fuqinë punëtore që vjen. Do flas, po, patjetër, do flas me Anisën për fuqinë punëtore dhe